Afrimi I datës së zgjedhjeve intensifikon edhe më shumë aktivitetet e kandidatëve për kryetar komunash në teren. Kësaj me moton me gostivari në zemër, kandidati I Aleancës Kombëtare për Integrim Valbon Limani ka deklaruar se gjatë 15 muajve të mandatit kanë dëshmuar se me punë, vullnet dhe integritet rezultatet janë të prekshme. Ai gjatë një konferencë për media tha se tani synojnë një kapitull të ri për qytetin e Gostivarit, të bazuar në projekte konkrete që përmirësojnë jetën e përditshme të qytetarëve. Një nga projektet më të rëndësishme është ndërtimi I urës së re mbi lumin Vardar, të quajtur ura e harmonisë. Të gjithë procedurat administrative dhe ligjore për këtë projekt janë ka fundi dhe në pranverë besojmë se do të nisim me punimet. Ura do të ketë 4 korsi për automjete, 2 korsi për bicikleta, 2 korsi për këmbësor. Ajo do të lidh lagjet e qytetit, do të lehtësoj komunikacionin dhe do të jep shtysë reale zhvillimit ekonomik të Gostivarit. Për dallim nga Limani, kandidati I vlen për komunën e Gostivarit Nevzat Beta ka takuar qytetarët dhe I ka njoftuar ata me programin e tij për 4 vjeçarin e ardhshëm, po edhe projektet që do t'i realizojë në rast se vjen në krye të komunës. Ndërkaq kandidati I pavarur për komunën e Vrapçishtit, Zulhajrat Demiri, I mbështetur nga koalicioni Vlen dhe Aleanca për shqiptarët, Eziadin Selës, ka takuar mbrëm banorët e fshatit Gradec dhe Sanakos. Në njoftim pas takimit, Demiri ka thënë se ka vizituar këto 2 vendbanime dhe ka dëgjuar hallin me të cilin banorët përballen në përditshmëri, ka treguar edhe mesazhin që ka marrë nga ky takim. Në çdo cep të Vrapçishtit marrim të njëjtin mesazh, bollë stagnim dhe keqvepërime në kurriz të banorëve. Vrapçishti do zhvillim, infrastrukturë dhe mirëqenie. Këtë ardhmë do ta shkruajmë bashkërisht më 11 janar. Nga ana tjetër, kundër kandidati I Demirit Isen Shabani, I mbështetur nga Aleanca Kombëtare për Integrim, ka njoftuar se gjithashtu mbrëm ka zhvilluar një takim të jashtëzakonshëm me banorët e Vrapçishtit. Pas takimit ai ka njoftuar se mbështetja dhe besimi I madh që qytetarët tregojnë janë forcë drejt fitores së madhe. Përveç Gostivarit dhe Vrapçishtit, zgjedhjet të përsëritura në 11 janar do të ketë edhe në qendër Zhup dhe në Mavrov Rostush, ku gjithashtu njëjtë sikurse në Gostivar dhe Vrapçisht, zgjedhjet e tetorit dështuan për shkak të mosarritjes së cenzusit zgjedhor.